E dashura nën, jam te i masi falemnderues që asnjëherë nuk ndalove se dhuruari këtë energji. Edhe sot Drini nga largësia ka darë që me autoru një letër për festet e 8 marsit, që po juftoj që me lexu bashkë. O, ma, si, jam shumë e ndihshme këtë aspekt. E dashura nën, ndonë se krahasimet e fjalt e mëdha nuk i përshtatë natyrës tonë modeste, por si ndryshe mund ta përshkruaj rrezën e diellit, që në çdo dhomë që hyn e ndriçon, e çdo njeri që takon e mbush plot ngrohtësi. Mjafton të shikosh përmes syve të gjelbërt ose përmes buzëqeshjes tënde plot karizmë dhe pa thënë asnjë fjalë, atë që mban për brenda reflekton në po të njëjtën mos edhe nga jashtë. Në ditën e gruas ka shumë arsye për të festuar, për në të njëjtën kohë edhe për të kujtuar që rrugtimi i çdo gruaje, sa i do i suksesshëm të jetë prapa vetës fshi, jo pak mund rezistencë e net pa gjumë. Këto përjetime ishin shpesh edhe pjesë e jetës tënde. Pa aty ku ka diell, ka edhe burim të pashtershëm energjie. E dashura nën, jam te i masi falemnderues që asnjëherë nuk ndalove se dhuruari këtë energji. Gëzuar ditën e gruas, 8 marsin dielli ynë. Drini. Po e përshëndesim shumë edhe Drinin, po ashtu edhe Lisin dhe Bunën. Faleminderit për këtë surprizë definitivisht shumë e këndshme. Gjitha ato që i përmendët deri tash, ish mundu edhe Drinin gjitha me i fut në letër. Pjesën e energjisë së mirë, sfidave, lodhjes, rezistencës, po prap ajo buzëqeshja që asnjëherë nuk mungon te kjo. Faleminderit shumë për këtë surprizë shumë e papritshme. Është e vërtetë që këto fjalë do thotë janë e përmenda në baza ditore, që ka njerë edhe thëmë mase masaj për një me, po më komplimentoni shumë, po kjo është pjesa ma e bukur, dhe thotë, kur fëmijët e tregojnë, dhe thotë, kanë mirënjohje ndaj krejt çka ke bo për ta, jo që dhe thotë, te javë përmend, po e kam pa. Një ande e për realizume, një natë pa gjumë, një mbështetje për mi realizu andrat e tyne, edhe është momenti që e përmenda dhe në fillim, njëm tu i shiju frytet e qasaj që kom bjellë, është dhe thotë mrekullia që kjo pjesë.